Kryetari i Komunës së Prizrenit Shaqir Totaj në intervistën ekskluzive mbrëm në radio televizionin Besa ka folur për një varg projektesh të realizuara që ai është koncentruar në ato projekte madhore, qofshin të infrastrukturës apo edhe të arritjeve të tjera, siç janë rregullimi i infrastrukturës, pastaj rezultate evidente në organizimin e koncerteve të shumta dhe eventeve kulturore si dhe arritje në arsim. Po shikoni na jemi në fazën përfundimtare të hartimit të projektit për parkingun -2 kate në toksor tek shtëpia e bardha, apo tek zyra kryetarit të komunës, dhe besojmë që në këtë mandat do të fillojmë me ndërtimin e atij parkingu. Jemi në pritje të marrjes së lejes nga qeveria për një parking karshik komunës, ku është e pumpa vogël e derivateve. Aty na duhet me AKP-n një bashkëpunim, jemi në pritje. Parking tjetër planifikojmë me ndërtu karshi qendra sportive të lokacione që është diku 1 hektar e gjys, aty parashikohet gjysa e parceles të ndërtohet ndërtesa e re e komunës, ku do të jenë të vendosura të gjitha drejtoritë edhe zyra e kryetarit, e gjysa tjetër duhet të jetë një parking i madh me, le të themi, diku 500-600 vend parkingje. Prandaj ne presim që parkingi i parë të fillon me u ndërtu në këtë mandat, kurse pjesa tjetër do të fillojnë mandatin tjetër. Edhe jam shumë i sigurt që do të adresojmë, sepse çështja e parkingjeve është ndër çështjet më të rëndësishme që na ka met pa adresu ashtu si duhet deri më tani në këtë mandat. Por kemi ide, kemi zgjidhje, edhe jam optimist se do të adresojmë me sukses. Por ajo që në këtë intervistë ishte veçantë ishte fakti sa i tha se janë 100 projekte të realizuara më tepër se sa që janë premtimet elektorale. Këto projekte kanë ardhur pasi kemi ardhur në qeverisje dhe kemi arritur të evidentojmë rastet e nevojshme për të kryer projekte të caktuara. Rreth 70% të projekteve të premtuara në fushat janë realizuar. Mbi 100 projekte të tjera, të cilat nuk i kemi premtuar fare, janë realizuar. 96% e buxhetit për vitin 2024 është shpenzuar. Komuna është përfituesi i grantit të performancës në vlerën prej 2.050.000 euro, që është shumë më e madhe që ka përfituar ndonjë komunë ndonjëherë. Kemi mirënjohje nga një organizatë ndërkombëtare si qytet miqësor për zhvillim biznesit. Kemi kontakte intensive me ambasadat vendeve perëndimore, sikur që në Shtetet e Bashkuara, Evropa, Britania e Madhe, bashkëpunim me agjencionet profesionale si GAPI, si Demosi, si Kallxo, që shpesh në thirrën edhe kërkojnë informacione për neve. Kemi një mirënjohje nga Komisioni Evropian për faktin se e kemi votu gjuhën rome si gjuhën në përdorim zyrtar, edhe unë e kam marrë mirënjohjen si kryetar ma miqësor ndaj komunitetit rom, po ashtu vitin e ardhshëm, si mas gjitha gjasave, do të jemi qytet i sportit për vitin 2026. Këtu i kam diku shpejt që ko mujtë me nxjerrë një 43 projekte që po i lexoj shpejt, tranziti i ri, domethënë deblokimi i rrugës, vazhdahania rënimi ndërtesës dhe rregullimi i udhëheqit, Çadërvani, rruga Shuaib Spahiu, trotuare dhe qelbrimi në qytet, renovimi komplet i qendrës sportive dhe shtëpisë kulturës, 2 stadiume të futbollit, një në Zhurë, një në Has, shtëpia kulturës dhe Kulla Remzia Dema në Zhurë, shumë rrugë dhe projekte tjera në Has, shumë festivale verës, rritja e numrit të bursave për studentë dhe rritja vlerës së bursës, shumë shkolla të reja, trajnim për mësimdhënësit, mbulim e shpenzimeve për mësimdhënës që dotojnë, kontribut për nënat lehona, kontribut për smut me kancer, ndërtimi i QKMF-s 2, QMF-s në Tusus edhe QPS-s, përmirësimi i furnizimit me ujë në Zhurë, zona ekonomike më në fund po rregullohet, qerdhje në disa lokacione, renovim të disa shkollave, sallave sportive, mbyllja e ndërprerjeve në rrugën Prizren-Zhurë, ju kujtohet ato ndërprerje që kanë qenë shkaktari aksidenteve të shumta, hapja disa lokacione për zhvillim turizmi. Kurse tani më pasi që jemi në këtë vit zgjedhor, ai pohon se do të jetë kandidat për kryetar komune dhe beson se edhe një mandat do të jetë në qeverisi lokale për të realizuar shumë projekte madhore, si teleferikun, bazinin olimpik dhe mbi të gjitha parkingjet e domosdoshme që i duhen Prizrenit. Tjetra është çështja e teleferikut nga Laçi në Kamet, hala pa u realizuar, është çështja e ndërtesës së re të komunës, sepse e dini që drejtoritë janë të shka përdredhën në për qytet, po do mi pas gjitha me një vend, mase në është projekti një rrugës së re, tranzit prej Albanës deri te rrethi i Hoqës. Po ashtu e kemi një projekt i cili besojmë që do të mujë me gjetë donator, projekti i kolektorit të ujnave të zeza për diku 50% qytetit që nuk janë të përfshime në kolektorin e parë.
Edhe kemi bisedu për këtë projekt me Agjencionin Zhvillimor Francez, edhe projekte tjera të kësaj natyre të cilat në ndërkohë të dalin, bisedohet për me bo një zgjidhje për bazenin pishinën olimpike që ka mbet pa u rregullu. Kemi plane për me bo një qendër sportive me minimum 5.000-6.000 vende, sepse po është një bashkimi kur po luajnë finale s'po ka vend s'penzan krejt. Po ashtu bisedohet për një sallë për performanca për teatr me kapacitet për 1.000 ulëse. Më thonë janë projekte pak më të mëdha, të cilat ndoshta nuk mund të bëhen këtë me buxhet komunës, mirë po na besojmë që do të gjejmë një rrugë bashkëpunimit me qeveri, edhe do të gjejmë edhe bashkëpunëtore apo financiar, apo donator ndërkombëtar, agjencionet jashtme që Prizreni ka perspektivë shumë të mirë edhe unë jam i sigurt që mandatin tjetër do të jetë akoma më mirë se që është tani.